Shqipëria, vendi I parë që vendos portofolin digital. Nuk e di pak lajmet apo jo, por qeveria shqiptare ka vendosur që duke filluar nga viti 2026 të vendos portofolin digital. Sot duhet flasim për këtë sepse është tepër e rëndësishme. Kemi thënë që në vitin 2011 në për emisione, pra në emisionin Enigma dhe në emisionet tjera, ku do të vi një ditë dhe çdo gjë do të bëhet digjitale. Dhe do të vi një ditë që do të jetë një parti, do të jetë një polici, do të jetë një microchip dhe do të jetë një çdo gjë. Dhe me sa duket, po vjen shumë më përpara se asaj kohe që ne mendonim. Dhe po ju tregoj se si. Nuk është faj askujt, nuk është se është në një fjalë për dikë, kjo është një përparësi, kurse për të tjerë është një degradim, ose për të tjerë akoma është një frikë. Por le ta diskutojmë. Ndaj doja që ta diskutojmë me ju. Kush është rastisht dhe nuk e ka brende, nëse është e mundur, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe videos dhe ju falenderoj që jeni për bashkë. Kryeministri shqiptar ka dhënë lajmin se duke filluar nga viti 2026 do hapet një portofol. Kisha bërë një video të shkurtër për këtë dhe disa nuk e kanë kuptuar dhe kujtojnë që ky lloj digitalizimi është bërë edhe në vende të tjera. Por jo si në Shqipëri, do t'ju them se përse. Atëre, portofoli digital në këtë mënyrë si po e bën Shqipëria nuk ekziston në vende të tjera për momentin, sepse nga Komiteti Evropian, nga Bashkimi Evropian, është vendosur që të vihet në punë, pra që të përhapet ose që të është vendosur për që të përhapet, duke filluar nga viti 2027. Çfarë është portofoli digital? Portofoli digital, gjëja e parë, është një portofol, si për shembull portofoli që mbajmë në xhep. Dhe por në këtë rast është virtual, çdo gjë virtuale. Pra nuk do të kesh më as para, as karta, as karta telefonike, as dokumenta, për shembull pasaport, nuk do të ketë më, me fjalë pasaport fizike po flas, dokumenti, patenta, karta identitetit, çdo gjë pra do të jetë brenda telefonit. Pra brenda portofolit digital. Madje edhe certifikatat ose çdo gjë që ti ke, pra do të jetë pikërisht aty. Dhe secili do të ketë një numër serie. Pra është pa diskutuar që ti ke një emër, por të gjitha së bashku përcaktojnë ty. Pra të gjitha së bashku ti ke një numër, një kod që mund të vendoset nëpërmjet numrit të telefonit që ti ke. Jo të numrit të telefonit, por të numrit të device-it, pra të iPhone-it ose të telefonit që ke, të smartphone-it. Pra jo numri që unë marr në telefon, por numri seris. Dhe sepse do të vi një ditë që do të jetë e pashmangshme. Pra ti do të kesh një, si për shembull ka ardhur koha, është e kota ajo, ka ardhur koha që ti nuk mund ta lësh dot telefonin, sepse telefoni ka çdo gjë brenda. Dhe ti pa telefon nuk lëviz dot. Dhe telefoni sot dikur kishte bateri, sot me fjalë bateria është brenda, ti nuk e heq dot baterinë, pra do të jetë një trup I vetëm me ty dhe është e pamundur që të hiqet. Se brenda ti ka çdo informacion tëndin. Dhe çfarë ndodh tani? Folëm për ky është portofoli digital. Tani, çfarë do ndodh? Tani, nga viti 2026 e tutje, pra kush e vendos për herë të parë në këtë rast Shqipëria dhe pastaj edhe Bashkimi Evropian, por që pa diskutim dikush e ka shtyrë që shteti shqiptar që të bëj këtë hap. E kuptojnë që të ketë edhe disa pikë për të futur në Bashkimin Evropian, sepse pikërisht nga këto inovacionet e reja, si për shembull edhe Diella, ministria e re që gjendet edhe në vende të tjera, por jo në këtë forum të vendosur në ministri. Pra, disa gjëra të vogla që bëjnë që të flitet për Shqipërinë. Pra, edhe në këtë rast për portofolin digital, jo se nuk ekziston, por jo në këtë mënyrë që të futet siç po e mendojnë që të futet. Tani, portofoli digital nuk po flasim vetëm për këtë, pra ato që ka brenda portofolit digital, por edhe për lëvizjet që do bëj Shqipëria ose kushdo në botë drejt një shteti. Për shembull,
Duke filluar si thash në vitin 2026, një shqiptar që ikën nga Shqipëria dhe vjen në Itali apo shkon diku tjetër, ai do të ketë një kontroll biometrik. Pra nuk do të jetë me kontroll me pasaport, sepse s'është e nevojshme me pasaporta. Do të bëhet kontrolli derisa pasaportat të zhduken ose dhe kartat e identitetit, njëkohësisht edhe patentet. Por ndërkohë do bëhet një kontroll vetëm me anë të fytyrës ose me anë të gishtave ose me anë të dhënave që ke ti, biometrike, pra ti shkon në aeroport dhe mjafton të futesh fytyrën tënde jo të futesh, po të shikohet fytyra jote nga një telekamer që është një telekamer smart, dhe kjo telekamer smart është e lidhur me inteligjencën artificiale dhe e njeh me njerë në të qindrat e sekondit fytyrën tënde. Dhe aty të tregon se kush je, emër, mbiemër, data e lindjes, pra pasaporta jote që ke ti, por është aty, pra virtuale. Normal që nëse dikujt i vjen ndërmend që ti mund të marrësh pasaportën e dikujt tjetër, harrojeni, sepse nuk ka të bëj, nuk mundesh me këtë sistem, sepse ky lloj sistemi njeh edhe kockat e njeriut, sepse është një lloj sistemi shumë kompleks që do ta them në një moment tjetër. Dhe ti mund të bësh operacion plastik sa të duash, por sidoqoftë ai të njeh sistemi, dhe kështu që nuk gabon. Tani, pse po e them këtë? Sepse duke filluar tash nga viti 2026, pra do bëhet kontrolli nëpërmjet këtij lloj sistemi. Ti shkon në port apo në aeroport, qoftë në portin e Durrësit, Vlorës apo ku të di unë, ja u them që të jeni të informuar, sepse duke filluar nga viti që vjen, edhe ju që gjendeni jashtë Shqipërisë, nëse do të keni pasaporta, dikush për shembull mban pasaporta shqiptare ose disa të tjerë që nuk e njohin këtë dhe duhet që të jenë të informuar, sepse futesh në një territor që bën një kontroll biometrik. Pra, kontrolli biometrik bëhet sepse do të hapen disa aplikacione. Në fakt, aplikacioni i parë, që me sa e kuptova unë, lexova disa artikuj që po e bëjnë në Shqipëri, po bëhet një që është gjithmonë shtetëror, por është i kontrolluar nga një shoqëri që të bën kontrollin e vendos të gjitha të dhënat e të gjithë shqiptarëve, pra në mënyrë biometrike, dhe i ndan ato për secilin, pra duke vendosur portofolin digital për secilin. Pra brenda portofolit digital, për shembull të Nadir Murës, aty ka patentën, kartën e identitetit, pasaportën, certifikatat, çdo gjë, dokumenti sanitar, çdo gjë, pra gjendet aty në portofolin digital. Dhe ti sa herë ke nevojë, me anë të telefonit ti e tregon, sepse ka një kod ose jo. Dhe po thoshe që ky është kontrolli i digitalizuar që do të fillojë nga viti 2026. Por duhet të keni parasysh që deri në vitin 2030 do pajiset jo vetëm gjithë Evropa, por gjithë bota. Sepse kjo është agenda që deri në vitin 2030 të jenë të pajisur që të gjithë në mënyrë digjitale në sistemin e inteligjencës artificiale. Do të jetë direkt sistemi i inteligjencës artificiale do bëj kontrollin total të këtyre njësive dhe të këtyre informacioneve. Dhe normal që me kalimin e kohës, kjo do të bëhet në mënyrë globale. Dhe nga këtu mendohet që do të jetë një e vetme, një sistem i vetëm për të gjithë botën, ku me ky lloj sistemi do të bëj kontrollin total. Dhe këtu nuk do të bëhet vetëm kontrolli total i digital wallet, që quhet pra portofoli digital që ju mendoni vetëm të pasaportave, por edhe të kartave të kreditit, pra të parave që ju keni. Sepse edhe parat, si që kemi thënë, me kalimin e kohës do hiqen, nuk do t'jenë më kështu, do t'jenë virtuale. Kemi thënë me kohë që në kohën e emisioneve, por tani po realizohet. Në fakt, Bashkimi Evropian, nëse keni parë në kanalet e tjera, e kam thënë që ka vendosur që duke filluar nga viti 2026, në janar të vitit 2026, do vënë në qarkullim monedën virtuale. Pra, eurot nuk do t'jenë më fizike, por do t'jenë virtuale. Kështu që ti çdo gjë e bën në mënyrë virtuale, pra në mënyrë, si mund të themi, me numra.
Dhe për ju, doja t'ju pyesjeve, si mendoni, është më mirë kështu si që jemi sot, pra me lek kesh, apo tjetë në mënyrë digjitale? Mendojni mirë këtë, sepse është një pyetje inteligjente që duhet të kuptoni disa gjëra tepër të rëndësishme në këtë dhe që ndikon direkt me ne. Ndaj duhet t'i njihni këto, po ja u lë kështu varur që ta kuptoni vetë ju, që si është më mirë. Është më mirë me digital wallet, pra me një mënyrë digjitale që të kesh çdo gjë aty dhe edhe parat në këtë rast, apo si mendoni, apo jo, apo më mirë si jemi sot. Dhe tani dua të vazhdoj më tej sepse është një argument vërtet shumë i gjatë, por unë do ndale vetëm këtu, duke thënë që në një të ardhme shumë të shpejt, gjithë njerëzimi do të jetë brenda një kutie ku aty do të jetë mendja e inteligjencë artificiale që shpërndan dhe merr informacionet nga gjithë globi, nga të gjithë miliarda njerëz që janë aty jashtë, i do t'i përpunoj këto të dhëna në mënyrë sistematike të ndara, siç për shembull sot të gjitha rrjetet sociale edhe këtu në YouTube kontrollohen nga inteligjenca artificiale, pra do të jetë gjithë e varur, pra gjithë sistemi në çdo gjë, edhe i frekuencave të trupit ton, të trurit, të çdo gjë do të jetë lidhur pikërisht pra me digital wallet. E di që duken si fantazi, por e kemi thënë tash që para disa viteve dhe tani këto po bëhen realitet. Ja u thash këtë sepse është lajmi i fundit dhe duhet që t'jeni të informuar, sepse me këtë forum që po bën shteti shqiptar, po i afrohet gjithmonë më shumë Bashkimit Evropian, por njëkohësisht edhe agendës 2030, sepse deri brenda vitit 2030 duhet jetë çdo gjë gati. Kështu që me dashje apo pa dashje që të gjithë do ta bëjnë, qoftë portofolin digjital, por qoftë edhe të ardhurat, pra që do fitojë njëri që quhen para, do të jenë në mënyrë virtuale. Por nuk mbaron këtu. Sepse në fund fare, pastaj kur të jenë kompletuar të gjitha këto, do të ketë edhe një, le të themi një tip, si mund ta themi, një tip lloj konkursi shoqëror. Çfarë është ky konkursi shoqëror? U aplikua para disa viteve në Kinë. Në vitin 2015 u bë një test dhe doli me sukses sipas tyre dhe duan që ta vendosin këtë dhe do ta vendosin. Po ja u them në fakt shkarkojeni këtë video nëse dëshironi ta mbani mend pas disa viteve. Dhe do jenë me pikë. Me pikë, për shembull, çdo njeri do ketë 100 pikë. Nuk do të ketë një rritje pikësh, pra pikët do të jenë vetëm për disa shumë të rralla, si një ndihmë që mund t'i japësh dikujt për të qenë si një që merr medalje, okay? Por 100 pikë e zëm thash do të ketë secili. Dhe ti me kalimin e kohës ato pikët në vend nuk shtojnë kurrë, por do të reduktohen. Reduktohen me kalimin e kohës sepse për shembull nga puna, nëse ti ke zgjedhur një punë që nuk të pëlqen dhe ti ikën nga puna, apo s'ke bërë mirë, apo ke vrarë dikë, apo ofendove dikë, apo shkove në gjyqa, për çdo gjë, për plase makinën, për çdo problem që ti do kesh, do të ulen pikët. Edhe pikët ulen nëpërmjet nga rëndësia e atij problemi. Nëse është një problem i madh, aq më shumë pikë do të hiqen. Nëse është një problem më i vogël, më pak pikë do të hiqen. Dhe në këtë mënyrë, me kalimin e kohës, ata që nuk do t'jenë të aftë për shumë arsye, që do të reduktohen pikët, derisa ata nuk do të kenë më mundësi që të udhëtojnë me tren, të udhëtojnë me avion, apo të udhëtojnë me çfarëdo lloj gjëje, sepse do të jetë me pikë, pra edhe paraja që do të kesh, sepse nuk do të ketë më para, do të jetë virtuale, pra do të jetë pikërisht në formë pike. Dhe ty kur të ulen pikët dal nga dal, ti vjen një moment dhe shterojnë, bëhet zero. Kur i bëhet zero, ti nuk mund të lëvizësh dot, sepse nuk punojnë, digital wallet nuk punon, nëse ti ke një kod QR, për shembull, që do ta kalosh qoftë për të bler apo qoftë për të kaluar nga një ranë i shtetit në tjetrin, si tip pasaporte, nuk është e mundur. Nuk është e mundur dhe ti mbetesh në mes të katër rrugëve. Pra kjo është e ardhmja e njeriu. Tani unë doja një diskutim së bashku, çfarë mendimi keni ju, pres komentet tuaja dhe unë mendoj që ky është një nga argumentet më të rëndësishme që kemi thënë ndonjëherë këtu në këtë kanal.
Ndaj do të dëshiroj një komentin tuaj. Natën e mirë.